kam kënaqësinë të kem në studio këtë pasdite një ikon të operistikës shqiptare, një zonjë të rëndë të veprave klasike, Edith Mjali. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu, edhe unë me shumë kënaqësi kam ardhur. Sa më thanë që do t'jesh tek Mireira Milori, ju respektoj vërtet shumë, në mënyrë të veçantë. Shumë faleminderit edhe të falenderoj nga zemra për këtë që sapo më thatë. Vite në skenë, por unë do ta nis nga fillimi, nga fëmijëria. Ju keni lindur në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë. Çfarë lidhje keni me Vlorë? Pse më shpërfare Vlora? Po se nga Vlora, babai, gjyshi, domethënë nga babai Vlora. Po. Po të hysh në të thella, gjyshi im ka ardhur në 1911 me ushtrinë e Gjon Turgjëve të fundit, dhe ai ishte mjek në ushtri. Ka dezertuar, ka ndojtur në Vlorë, është martuar me gjyshen, dhe kështu ka vazhduar pastaj. E qartë. Kjo foto e bukur, kaq e bukur, jeni ju. Në atë kohë, një foto në atë kohë. Nuk e di pse më zgjodhën, mamaja thoshte kështu që ishe shumë e qetë, thoshte, dhe ishe shumë e qeshur. Megjithëse këtu nuk shikoj që ti me qeshur, po isha fëmijë i manovrueshëm, i gëzueshëm, që nuk edhe më kanë zgjedhur dhe diku është një foto tjetër ku jam duke u peshuar në peshore, dhe ajo foto është në pullën e një qershorit të 51-shit. Që atëre keni qenë ikon. Që atëre keni pasur yllin. Këtu jeni me familjen tuaj? Me familjen, po. Prindrit? Babai, 2 motra që jemi, dhe vllai fatkeqësisht një vlla shumë i veçantë, mjek në Milano, edhe mbushen, me datë 20 tetorit që s'është më. Ishte një mjek i shkëlqyer, jo se e them unë, po e kanë njohur shqiptar dhe italian, është shkruar për të, dhe onkolog, në repartin e onkologjisë, dhe mbaroi, domethënë, ndroi jetë aty ku punoi. Vjen keq. Besoj që ke dhimbje akoma. Shumë. Kam patur një lidhje tepër të veçantë, po tepër. Sot është dhe ime motër smur. E kam motor, e kam shpirt, e kam gjan, po lidhja me vëllain, nuk e di ka qenë. Mund të them një gjë që është edhe pak humor, edhe kur ishte i vogël, mund të ishte 2 vjeç, prindrit, nëna babai nuk e kuptonin kur fliste, më thrisnin mua, hajde, çfarë thot Dori? Isha si përkthysja, domethënë është një lidhje dhe ka bërë shumë për familjen, ka bërë shumë. Duke qenë mjek, ka bërë shumë për shëndetin ton, për bashkëshortin, për të gjithë familjen. Ka qenë një kujdestar, nuk e di, ata e kishte thellë Perëndia, për vetëm për të mira.